për të kanalizuar Shqipërinë jo drejt naturalitetit të Vijës së Gnate, por drejt interesave greke në portin e Selanikut. Akuzeron Meçe. Nëse kjo ka të bëjë me gjeopolitikën, po. Mbaj përgjegjësi unë për këtë. Mbaj përgjegjësi. Dakor. Në fakt edhe unë kam pas dilemat e mia kur kam parë segmentin. Po, ti jep një shpjegim saktuar cili duhet marrë në konsiderat. Meçe, më duhet të ndërpres. Nëse kjo ka të bëjë me gjeopolitikën, unë po e ngre edhe në probleme teknike atë pas, edhe në problem teknik ai është absolutisht sabotazh. Okej, pra e thoni që është një projekt i dështuar politik. Absolutisht sabotazh. Sabotim politik dhe projekt i dështuar nga ana teknike për shkak politik dhe në planin teknik së shpejti ajo rrugë do dalë jashtë përdorimit, jo falë mënyrës si është punuar, po falë cilësisë së projektit saj dhe aq më tepër ndërtimit në formacione të cilët inxhinieri arrëshës që ndodhet aty duhet absolutisht nga kjo ditë edhe në proces t'i evidentoj në thellësinë e vet, sepse gjithkohon do t'jetë barë për të defektet e projektimit, orientimi i gabuar i projektimit dhe në mënyrë posaçme pastaj qëllimi i atij sabotazhi tekniko-gjeopolitik për Shqipërinë. Meçe, të falenderoj shumë për këtë daljen tonë nga ura e Mifolit. Faleminderit shumë Ishar Ben Meçi, i cili është specialist i rrugëve. Gzim, e di që është jashtë ndoshta kompetencës tënde për të folur për këtë çështje, po duket që do të jetë një rrugë që i paguan kosto tranzicionit shqiptar, le të themi, pavarësisht që cilësia e saj duket që është e mirë, themi që do përballeni me sa duket me shumë, do keni shumë punë me këtë rrugë. Nuk mbaron vetëm me përurimin e saj. Duket që do keni shumë punë me këtë rrugë. Po, ne këtu jemi për zgjidhje. Për zgjidhje. Një informacion i përgjithshëm për gjendjen e rrugëve në Shqipëri në këtë moment. Situata për shkak të rreshjeve, siç e pam gjitha kronikat dhe intervistat, është problematike, por duhet të themi, modestisht duhet të themi që të paktën rrugët nuk kanë një problem madhor të tyre në aspektin e funksionimit. Nuk kemi shkarje masive ose bllokime masive të tyre, etj. Kjo falë masave që janë marrë në kohë, kuptohet që kemi shumë kontraktor në terren, kemi shumë grupe, jashtëzakonisht shumë mjete. Para pak vitesh një flotë e tillë mjetësh që është e destinuar vetëm për mirëmbajtjen sot, ka qenë pa imagjinueshme. Dhe kjo vetëm jo larg, po vetëm pak vite më parë. Sot dikur shkonin fadromat për të pastruar borën. Sot nuk ndodh më kjo gjë. Sot ka mjete që janë të destinuara borë pastruese, që janë të shpërndara në akset ku janë këto probleme, që janë të evidentuara vazhdimisht në kohë, dhe janë sa më pranë vendeve që të shkojnë sa më shpejt në destinacion. Zoti Prefekt, Korça është e prekur, është prekur, si që shkojmë edhe nga qafë Ploça e tutje, po pamë edhe zonë e Progrit. Le themi që ju pohuat që situata gjithsesi është e qëndrueshme, është e përballueshme, shprisni temi situata tjera kritike? Jo, nuk mendoj. Megjithatë, në kontekstin e këtyre ndodhive natyrore, Sokoli, unë do doja të nënvizoja faktin që analizat që ne duhet të bëjmë, edhe që kjo i shërben gjithmonë edhe përvojës së fituar edhe nga një situatë, një fatkeqësie natyrore, është ti mëshojmë në mënyrë të vazhdueshme edhe të përvitshme detyrimin që të gjithë ne kemi për të mirëmbajtur infrastrukturën parandaluese dhe atë kulluese. Për shembull, qarku i Korçës ka rreth 122 rezervuar ujëmbledhës dhe 44 diga të mëdha që korespondojnë me 20% të kësaj infrastrukture të territorit kombëtar të Shqipërisë, që është një infrastrukturë dhe një aset shumë i madh. Dhe meriton të ketë një mirëmbajtje të vazhdueshme, edhe mirëmbajtja nuk është vetëm një konvencion teorik, po është edhe një parashikim buxhetor, i planifikuar, i vazhdueshëm, në mentorimin e institucioneve koordinuese, siç është edhe rasti i institucionit prefektit Qarkut apo komiteti kombëtar i tigave të mëdha, në mënyrë që të përballojmë në më të mirën e kapaciteteve tona situata të ngjashme që eventualisht po shfaqen gjithmonë në mënyrë më frekuente. Për shembull, nuk e kishim imagjinuar që në harkun kohor të vetëm 2 muajve pas situatës së nëntorit të kishim një situatë
po aq të agravuar. Megjithatë, infrastruktura është aty e instaluar, detyrimi jonë është që ne ta marrim me seriozitet të vazhdueshëm për ta mirëmbajtur atë dhe për të rritur vigjilencën institucionale dhe planifikimin buxhetor që i shkon këtyre zërave të ndërhyrjes në aspekte teknike që e parandalojnë atë, në mos e pezullojnë mundësinë për të patur situata të vështira, por e parandalojnë në më të mirën e mundshme, duke ndërtuar një mundësi të re të shërbimit në këtë drejtim për të krijuar një rregull të vazhdueshëm të mirëmbajtjes edhe të pastrimit të kanaleve kulluese, edhe të gjithë infrastrukturës që e faciliton, po themi, adresimin dhe administrimin në më të mirën e këtyre kapaciteteve ekzistuese që ka Shqipëria. Mirë, në tillë faleminderit. Ndërkohë do doja në fund të lidhesha pak edhe me drejtorin e menaxhimit të OSSH-s, pasi sigurisht në këtë situatë që e parë është furnizimi me energji elektrike, e sidomos e zonave të prekura nga kjo fatkeqësi natyrore. Shpresoj të kem në lidhje të drejt për drejt zotin Llambi Miti, që është drejtori i menaxhimit të OSSH-s. Mirëmbrëma zoti Miti, faleminderit që jeni me ne. Ndjes ju lam pak të prisni, po le të themi kishim disa lidhje të tjera. Cila është situata e furnizimit me energji elektrike, pasi duhet thënë që edhe